në fakt keni lind trinjak, por që fëmiu i tretë nuk i kam bjetu lindjes, foto shumë të bukura. Më thoni, çfarë kujtime keni nga kjo periudhë edhe pse shumë të vegjël, fotografi do vazhdojnë duke u rrit ju, kështu që më thoni si e kujtoni fëmirin tuaj, si është të ndash jetën Oreli dhe Olti me një binjak tani, me qenë se vëllau i tretë nuk i kam bjetu lindjes. Prej fotos mund të shifet se cili këto është ma problematiku. Cili ishte ma i komësipër? Unë jamaj. Besoj që të dytë, si nga të regojnë printet edhe vetë, thonë keni qenë shumë të urtë, edhe pse dy është shumë problem për ta menagju me dy bineq, edhe të dytë në atë periud kanë qenë edhe ato në specializim kohën e vetë, edhe pse thotë ne kemi pas shumë angazhime, andej me pacienta, këndej specializime, po edhe dy për njëherë, po të regon se kemi qenë shumë të urtë, bitë gjitha, nuk kemi bo shumë problematika. Edhe kësaj ditë është këtë që bëm problem. Pse kom pas përshtypje që ti je ma impulsiv? Unë jam ma impulsiv, është fakt, po gjithmonë që kur i dalin këti problemet, unë jam ma i solution. Vilte unë thot regulloma, këte regulloma, te bën kështu, bën ashtu, kështu që është ma i madhë dhe s'kam që ati bën karahi. Që këtë foto nuk e pas s'kam pas njëherë këtë foton. Fotografit, të cilat unë kërë i parë sot në mëngjes, ma kanë zbukuru ditën, foto shumë të bukura. Se di ku i pas ke gjithë vishalal qoftë. Kemi edhe një burime tona, këtë profesion kemi, pa tjetër. Oreli ka qenë bjondi vogël. Tregon të mamit, kjo fotoja që nga karakterizon. Kjo është fotoja ma e bukur në fakt. Kjo ka qenë një mesazh, një sinjal që besoj e keni dhënë që në atë kohë që ju do bëheni mjek. Cili është ky që i ka vendosur dhe që po e kontrollon vëllain e ti, ë? Ndoshta se kam ditë se do bëhem stomatolog, po e kemi edhe një foto ku Oltin kontrollon. Ja, kjo është fotoja. Edhe këtë foto do e bëjmë remake shumë shpejt. Ne kemi menduar të njëjtën ta realizojmë prapë, është një foto që prej atëherë na ka përcjell. Kemi pas gjuhën tonë që jemi marrë vesh. Ma tregove që edhe vëllau i tretë në fakt ka pas emër, apo? Po, Olis. Olti, Oreli edhe Olisi. Olisi, ka ndrujet shpejt pas lindjes? 2 javë, 2-3 javë pas lindjes. Me njerë, më dhanë, unë me Olisin kemi qenë një vezor, kemi qenë identik, kurse Olti ka qenë... Edhe unë kam lindi fundit, i treti. Po gjithsesi, për sërinë të dytë njëjtën me Oltin bashkë kemi kalu shumë mirë.